Të nderuar vëllezër besimtar, njëra ndër cilësitë e besimtarit me cilat Allah Azza wa Jalla ka lavdu besimtarët në Kur'an, një parim kuranor i rëndësishëm në çdo kohë, por në veçanti në kohën dhe ditët e sotit, kur e keqja po përhapet, është përhap, po promovohet në mos të madhe. Është ky parim është braktisja të kotës, largimi nga e kota, largimi nga mezhliset e këqija, largimi braktisja shmangja të ubimeve, cilat Allahu subhanahu wa ta'ala është i hidhëruar, por dhe cilat janë të dëmshme për besimtarin në veçantie për njeriu në përgjithësi. Si që janë shumë prej koncerteve, festivaleve, mbrëmjeve muzikore dhe të ubimet të tilla të ngjashme, në cilat e thuaj se nuk ka asgjë të mirë vetëm se gjëra që e promovojnë të keqen, i promovojnë antivlerat, i promovojnë ndoshta në shumë prej tyre edhe ato vepra të ndaluara në disa prej këtyre vendeve, po përdoren besa edhe gjëra që janë të ndaluara rreptësisht në Kur'an, por edhe me ligjet tona, siç është alkooli dhe substancat narkotike dhe gjëra tjera të dëmshme për individin, për familjen, për shoqërinë mbar dhe për vendin. Ne si besimtar duhet sillemi sipas mësimeve dhe udhëzimeve kuranore ka këtyre të këqijave që po na ofrohen. Dhe secili besimtar duhet ta di çka thot Kurani, cila është përgjegjja e Allahut ose cila është thirrja e Allahut Azza wa Jall karshi këtyre gjërave të cilat i ofrohen njeriu në përgjithësi e besimtarit në veçanti. Dashur, tema shumë e rëndësishme. Trajtimi i kësaj teme është shumë i rëndësishëm në veçanti për rinin ton, për shoqërinë tonë, nga se çdo ditë më tepër jemi duke u ballafaçu dhe duke u sfidu me tubime të tilla të dëmshme, dëmet dhe pasojat e të cilave do të jenë shumë të gjata. Ato mund kenë ndoshta disa përfitime materiale për disa njerëz, por dëmet e ta për shoqërinë janë të mëdha. Dëmet e tyre dhe pasojat e organizimeve të tilla janë të mëdha, dashur vëllezër, dhe ato do t'i vuajmë ndoshta gjenerat pas gjenerate. Andaj, edhe për shkak të vapës së madhe, do t'i përmendi vetëm 3 ajete kuranore, fjalë të Allahut Azza wa Jall hyjnore, për me kuptu secili prej nesh se çysh duhet mos sjell besimtari krahas këtyre organizimeve, por krahas edhe shumë nejave tjera, dashur vëllezër besimtar, në të cilat nuk ka dobi, ose të cilat ka haram, gjunahe dhe përhapet e kota dhe dëmshme. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala në ajetin e poshtë do citoj: "Wa idha sami'u lagwa", e kur ta ndëgjojnë të keqen besimtarët, po i lavdën besimtarët e mirë, dhe përmes kësaj lavdate ne kuptojmë se çysh duhet besimtari mos sjell. Dhe çysh duhet me i trajtu, dashur vëllezër, këto organizime të cilat po na shqetësojnë padyshim, dhe dëm edhe poesojt e tyre të cilat do t'i vuajmë si shoqëri. E kur thot Allahu se kur ta ndëgjojnë të kotën, të keqen, a'radu anhu wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum salamun aleikum la nabtaghi al-jahilin. E kur ta ndëgjojnë të keqen besimtarët, e kur ta ndëgjojnë të kotën besimtarët, e kur ti ndëgjojnë të gjëra të dëmshme besimtarët, a'radu anhu, i refuzojnë ato, ikun prej tyre, largohen prej tyre. Nuk rrinë ato,
nuk rrinë në tubime cilat ka kotësi, cilat ka gjëra të ndaluara, nuk rrinë ato vende ku bëhet haram, nuk rrinë ato vende ku pijet alkooli, nuk rrinë ato vende ku vallëzohen burra dhe gra bashkë, nuk rrinë ato vende dhe tubime ku promovohet lakurisia dhe vepra tjera të ndaluara ku luftohet direkt jo vetëm imani dhe devotshmëria, por edhe ahlaku dhe familja. A'radu, refuzojnë ikun prej tyre. Wa qalu dhe thojnë lana a'maluna wa lakum a'malukum. Ne kemi veprat tona, ne jemi besimtar, ne kemi festat tona, dëfrimet tona, mënyrat tona fetare që feja dhe tradita jonë i pranon dhe janë legjitime që ne gëzohemi dhe shprehemi gëzimin tonë. Wa lakum a'malukum, kurse ju i keni veprat tuaja, pra se cili pastaj do t'jep llogari për veprat e veta. Se cili do t'jep llogari për veprat e tij që ai ka punu. Selamun aleikum, largohuni prej neve, ose ne po largohemi prej juve me qetësi. La nabtaghil jahilin, ne nuk bëhemi prej atyre që janë ignorant. Ky është ajeti i parë të dashur vëllezër besimtarë. Ajeti i dytë. Po ashtu në Kur'an të Allah subhanahu wa ta'ala, walladhina la yashhaduna az-zur. Po i lavdon besimtarët dhe ata cilët nuk marrin pjesë në vende të këqija. La yashhadun, as nuk dëshmojnë për të keqen, nuk e përkrahin keqen, nuk e promovojnë të keqen dhe nuk janë pjesëmarrës në ato vende, në ato tubime ku përhapet e keqja. Wala yashhadun az-zur, dhe nuk dëshmojnë për keq. Kjo është kom përtej asaj që jemi duke folë. Wa idha marru bil-lagwi, këta nuk marrin pjesë, nuk paguajnë bilet, edhe më u pagu dikush nuk shkojnë ato vende ku Allahu nuk ka dëshirë. Sin ato, besimtari ka të qartë. Wa idha marru bil-lagwi, e nëse ju bjen rruga me kalu, ose i shfaqet diçka pa dashjen e tij, diçka jo e mirë, të shfaqet ka njëherë në televizion, të shfaqet ka njëherë në telefon, të shfaqet ka njëherë afër shtëpisë. Na kanë ofruar këtë festival i cili po na lëndon edhe në shtëpitë tona. Wa idha marru bil-lagwi, e nëse kalojnë ose ju kalon e keqja pranë, e ata s'po kanë mundësi me ndalë, ata refuzojnë me rrugë kirama, ata kalojnë ama duke refuzu, duke ju dhimbë zemra për ata që po ndodh, dhe duke mundu që këtë keqja dhe të këqija të tjera që i ofrohen shoqërisë dhe rinisë me i largu. Ajeti 3 të dashur vëllezër besimtarë, në surën El-Mu'minun, Allah azza wa jalla ka përmend cilësitë e besimtarëve të shpëtuar dhe cilët i ka quajtur ibadur rahman. Thot qad aflaha al-mu'minun, kanë shpëtuar besimtarët. Kanë shpëtuar besimtarët. Të gjithë ata që mendojnë me shpëtu pa iman, pa besimin e drejtë, pa i kry detyrën ndaj Allahu subhanahu wa ta'ala kanë gabu. Sepse Allahu në Kur'an po thot kad aflaha al-mu'minun, kanë shpëtuar besimtarët, e cilët janë ata besimtarë që Allahu po thot kanë shpëtuar. Alladhina hum fi salatihim khashi'un, cilësia e parë të dashur vëllezër besimtar, për të qenë prej këtyre besimtarëve të shpëtuar. Por ajo gjithë se cilin njeri që thot unë jam besimtar do të shpëtoj. Por duhet me i plotësu disa kushte, disa kritere që Allah azza wa jalla ka përmend më pastaj. E unë sot do t'i përmendi për shkak kursimit të kohës vetëm 2 prej tyre shumë të rëndësishme. E para, alladhin, ata që ndaj namazit tyre janë të kujdesshëm. Ata që namazin e falin me përkushtim, ata që namazin e falin mirë, jo vetëm që e falin namazin, jo vetëm që i rinë gati, por e falin që i shdohet.
Khash ata që namazin e tyre falin me khushur, me përkushtim. Dhe cilësia e dy dashur vëllezër besimtar që në ndërlidhet pastaj me temën. Walladhina hum 'anil lagwi mu'ridun. Ata që falin namazin me përkushtim dhe ata të cilët ndaj të kotës ose refuzojnë të kotën, largohen prej të kotës, nuk pranojnë që jeta e tyre me kalu kot, nuk pranojnë që ditët e tij, netët e tij të bekura që Allahu ja ka çuar për vepra të mira, ai me harxhume për koncerte, festivale, neja, ku Allahu azza wa jalla nuk ka dëshirë me pa besimtarin. Mu'ridun, i refuzojnë, nejat e tilla nuk i pranojnë, nuk i suportojnë, nuk i mbështesin, nuk i përkrahin, nuk i reklamojnë, nuk i ofrohen, nuk bashkëpunojnë me to. Elusa Allah azza wa jalla të përmesej në rrugën e drejtë në të zëj, prej rëbërët ti të mirë në bëj, nga vepra që Allahu është i hidhëruar dhe heroët më largoj, nga gjërat e dëshme për shoqërinë, për vendin, Allahu në ruaj neve dhe vendin tonë ja ravelani. Se cili kemi përgjithësi në këtë vend, edhe ne që jemi shtetarë të thjeshtë, kemi përgjithësi. Udhëheqësia i kanë përgjithësi të veta. Ti ki përgjithësi të tua si pas kompetencave të tua. Je ndoshta bab, je prind, ndoshta je mësues, je hoxh, je. I ki kompetencat dhe përgjithësitë që Allahu t'i ka ngarku për me rujt vendin, për me rujt familjen, për me rujt fëmijët, për me rujt shoqërinë, për me rujt këtë vend që Allahu këtu na ka leje dhe këtu kena metë. Andaj secili duhet mu sill karshi përgjithësive se që i ka, sepse do të japim llogari një ditë edhe për heshtjen ndaj të keqes, nëse kena pas mundësi me fol, nëse kena pas mundësi mos me pranu, nëse kena pas mundësi të keqen me largu, kena me dhënë përgjegjësi, nëse nuk kena vepru dhe nuk kena punu. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.